Një debat shumë i ashpër ka shpërthyer në shtëpi me Selinës dhe Rogertit, duke krijuar një situatë shumë të tensionuar që ka tronditur edhe banorët e tjerë. Gjithçka nisi pas disa komenteve të Rogertit që Selina i mori si provokim të drejtpërdrejtë ndaj saj. Fillimisht ata po diskutonin në sallon bashkë me disa banorë të tjerë. Biseda dukej normale, por shumë shpejt atmosfera ndryshoi. Rogerti filloi të bëjë disa komente për Selinën dhe mënyrën se si ajo po sillet në shtëpi. Ai tha se sipas tij Selina po luan një lojë të dyfisht dhe se nuk është aq e sinqertë sa mundohet të duket para të gjithëve. Këto fjalë e acaruan menjëherë Selinën. Ajo u kthye nga Rogerti me një ton shumë të ashpër dhe i tha se nuk ka asnjë të drejtë të flasë për të në atë mënyrë. Selina i tha se Rogerti po përpiqet vazhdimisht ta provokojë dhe se kjo gjë nuk i pëlqen as pak. Debati u bë gjithnjë më i fortë. Rogerti nuk u tërhoq nga fjalët e tij dhe vazhdoi të thotë se ai thjesht po jep mendimin e tij dhe se nuk ka frikë të thotë të vërtetën. Kjo gjë e nervozoi edhe më shumë Selinën. Në një moment Selina u ngrit në këmbë shumë e irrituar dhe filloi t'i flasë Rogertit me zë të lartë. Ajo i tha që të ndaloj menjëherë dhe të mos përmend më emrin e saj. Selina dukej shumë e revoltuar dhe emocionale, ndërsa banorët e tjerë filluan të shikonin situatën me shqetësim. Rogerti nga ana tjetër vazhdonte të përgjigjej dhe të mos tërhiqej nga debati. Ai tha se Selina po reagon në mënyrë të egzageruar dhe se nëse nuk i pëlqen mendimi i tij, ajo duhet thjesht ta injorojë. Por kjo fjali ishte si një shkëndijë që e ndezi edhe më shumë situatën. Selina u afrua drejt Rogertit shumë e nervozuar dhe në një moment dukej sikur tentoi ta godas nga nervat. Banorët që ndodheshin aty pranë reaguan menjëherë dhe u futën në mes për ta ndaluar situatën që të mos përshkallëzojë. Selina vazhdonte të bërtiste dhe i thoshte Rogertit, "Ik shtuku prej këtu. Mos më fol më. Mos më përmend emrin." Ajo e ofendoi dhe i tha se është lodhur nga provokimet e tij të vazhdueshme. Atmosfera në shtëpi u bë shumë e rëndë. Disa banorë u përpoqen ta qetësonin Selinën duke i thënë që të ulej dhe të merrte frym thellë. Ata i thanë se nuk ia vlen të arrijë deri në atë pikë për një debat. Ndërkohë Rogerti qëndronte pak më larg dhe vazhdonte të fliste, duke thënë se nuk ka bërë asgjë të gabuar dhe se Selina po e egzageron situatën. Kjo gjë bëri që disa banorë të tjerë t'i kërkonin edhe atij të qetësohej dhe të mos vazhdonte ta provokonte më. Selina dukej ende shumë e revoltuar. Ajo vazhdonte të thoshte se Rogerti gjithmonë përpiqet ta nxjerrë nga vetja dhe se kjo gjë është bërë e padurueshme për të. Sipas saj, ai po e bën qëllimisht për të krijuar konflikt dhe për të marrë vëmendje. Disa nga banorët e morën Selinën më njam për ta qetësuar. Ata i thanë që të mos lejoj që një debat ta çojë deri në atë pikë dhe se është më mirë të largohet për pak nga situata. Nga ana tjetër, edhe Rogerti u tërhoq pak dhe ul në një cep të sallonit, por tensioni mes tyre mbetet shumë i fortë. Të gjithë në shtëpi filluan të flisnin për atë që ndodhi dhe për mënyrën se si debati u përshkallëzua kaq shpejt. Shumë banorë u shprehen të habitur nga reagimi i Selinës, ndërsa disa të tjerë thanë se Rogerti e kishte provokuar vazhdimisht dhe se ishte e pritshme që një moment ajo të shpërthente. Situata mbetet shumë e tensionuar dhe duket se marrëdhënia mes Selinës dhe Rogertit është përkeqësuar edhe më shumë. Tani mbetet për t'u parë nëse ata do të arrijnë ta sqarojnë këtë konflikt apo nëse përplasjet mes tyre do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim brenda shtëpisë.